Në kuadër të 3 dhjetorit ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, Ambasada e Arabisë Saudite në Tiranë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale zhvilloi një event të dedikuar ndërgjegjësimit dhe mbështetjes së këtij komuniteti. Në aktivitet morën pjesë drejtues të ambasadës, përfaqësues të ministrisë dhe profesionistë nga fusha të ndryshme. Ambasadori i Arabisë Saudite Zoti Faisal bin Ghazi Hafzi dha disa çmime për ata që kanë kontribuar më shumë për përmirësimin e jetës së përditshme të personave me aftësi të kufizuara. Gjatë këtij eventi u theksuar rëndësia e krijimit të shoqërie gjithëpërfshirëse, ku çdo person të ketë akses të barabartë në shërbime, edukim dhe mbështetje. Diskutimet sollën në vëmendje nisma dhe praktika që synojnë përmirësimin e jetës së përditshme të personave me aftësi të kufizuara dhe forcimin e bashkëpunimit nëpërmjet institucioneve. Mëtej ambasadori njihet për dashamirësinë ndaj popullit shqiptar dhe mbetet një nga ambasadorët më të afërt me Shqipërinë. Ai organizoi dhe javën e kulturës së Arabisë Saudite në Tiranë, një aktivitet brillant që u cilësua nga qytetarët e kryeqytetit si më i miri ndër javët kulturore të shteteve të tjera pjesëmarrëse në këtë eveniment. Në këtë aktivitet mori pjesë dhe Swiss Digital, e përfaqësuar nga CEO Armando Dorti. Agjencia kontriboi duke zhvilluar një platformë digjitale të dedikuar fëmijëve me nevoja të veçanta, një nismë që synon të ndihmojë ata përmes teknologjisë dhe materialeve të përshtatura edukative. Ky kontribut u vlerësua nga Ambasada e Arabisë Saudite, e cila i akordoi Swiss Digital një simbol mirënjohje. Swiss Digital, si një ndër agjencitë kryesore në fushën e teknologjisë dhe marketingut në vend, vazhdon të spikas për projektet e saj inovative dhe për kushtimin ndaj iniciativave me impakt social. Pjesëmarrja në këtë event konfirmoi rolin e saj në sjelljen e zgjedhjeve moderne dhe të dobishme për komunitetin.